zhvillimit të praktikës së punës, tek Drejtoria e Prokurimeve pranë Ministrisë së Turizmit, Kulturës dhe Sportit, kam arritur të përvetsoj njohuritë e mia juridike, por dhe të marr njohuri të reja në fushën e prokurimit publik. Për të gjithë ju të rinjët, të cilët doni të nisni karrierën tuaj profesionale, mos zburoni të merrni pjesë në thirrjen e ardhshme të programit kombëtar të praktikave të punës. Gjatë praktikave kombëtare të punës, pata mundësinë të njoh nga afër funksionimin e institucionit publik IKTK dhe të gjeta përvetsojnë aftësi profesionale dhe praktike. Gjatë kësaj praktike 3 muajore, kisha mundësinë të njoh nga afër shpëtimin e objekteve arkeologjike në ujore dhe në toksore. Për gjithë ata që duan ta provojnë programin kombëtar të praktikave të punës, u sugjeroj pasi kjo gjë është në ndihmesën e atyre profesionale. Praktika 3 muajore në Qendrën Kombëtare të Kinematografisë ishte një periudhë e suksesshme, kështu që ju rekomandoj të gjithë studentëve të aplikojnë në programin e praktikave. Unë kam përfunduar praktikën time të punës pranë Agjencisë Kombëtare të Bregdetit në degën rajonale të Durrësit, në të cilën unë jam formuar goxha mirë profesionalisht. Ju ftoj të gjithë të rinjtë dhe të rejat të aplikojnë në programin kombëtar të praktikave të punës në thirrjet e ardhshme që do të hapen. Unë kam kryer praktikën e thirrjes së 10 të praktikave të punës pranë Arkivit Qendror Shtetëror të Filmit në zyrën e audiovizuales, ku kam mësuar më tepër mbi procesin e montazhit, skanimit dhe digitalizimit të filmave, por gjithashtu dhe një proces shumë interesant siç është ai i restaurimit. Do t'ja sugjeroja të gjithë studentëve që të aplikojnë në thirrjet e ardhshme, duke qenë se është një mundësi shumë e mirë për t'u rritur dhe formësuar profesionalisht. 1600 të rinj të talentuar, plot ide dhe energji, nga auditorët e universiteteve, sot në zyrat e institucioneve tona publike, janë vlera e vërtet e programit kombëtar të praktikave të punës. Çdo i re dhe çdo i ri e sheh të nismën si një mundësi karriere, por një herësh e shtyn fort administratën publike të rritet dhe të zhvillohet bashkë me ta. Faleminderit të gjithëve për besimin, shumë suksese. Programi kombëtar i praktikave të punës u vërtetua një sukses. Këtë herë shoqërohej edhe me një pagesë për çdo të ri praktikant. Mbi 1/3 atyre që aplikuan dhe u praktikuan pranë ministrive, enteve të varësisë, administratës shtetërore, janë duke lidhur marrëveshjet e tyre të para të punës. Është një eksperiencë e vyer për ta, por dhe një prurje e re shumë e rëndësishme për vetë shtetin. Ju urojmë sukses gjithë tyre të rinjve, ju urojmë kurajë të rinjve të tjerë që do të aplikojnë si vjet për thirrjen e radhës. Përshëndesim Agjencinë Kombëtare të Rinisë për punën e bërë mjaft mirë dhe inkurajojmë të gjithë të rinjtë e vendit të besojnë jo vetëm në mundësitë që vijnë për të punësuar përmes administratës, por në përgjithësi për programet e praktikave, për stazhet, për gjithë eksperiencën që mund marrin në punë, në jetën reale, që do t'u kthehet patjetër në një avantazh në ecurinë e tyre në jetë.